إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtet falënderimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Atë të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka udhëzuar nuk ka se kush të humbë. Atë që Allahu e ka humbur nuk ka se kush të udhëzojë. Dëshmoj dhe deklaroj që vetëm Allahu I vetëm dhe pashok është ai që meriton adhurimin dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Allahut. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut subhanahu wa ta'ala, frikë të vërtet dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O ju njerëz, friksohuni Allahut krijuesit tuaj, I cili ju ka krijuar ju nga një vetvete e vetme, Ademi alayhi salam, dhe prej tij krijoi bashkëshortën e tij Hawa, dhe prej atyre të dyve krijoi shumbura e gra. Friksohuni Allahut me emrin e të cilit përbetoheni dhe ruani lidhjet tuaja fare fisnore, se me të vërtet Allahu është mbi ju mbikëqyrës. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin Kerim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut dhe flisni fjalë të drejta. Jo mundësoni ju Allahu I lartësuar të veproni vepra të mira, e kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jalla. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë risit në fe. Çdo risi është bidat dhe çdo bidat është në humbje dhe çdo humbje është në zjarr. Ibadallah, robër të Allahut, qëndrojmë sot në një nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të përkujtuar, për ta medituar
përkujtimi i bën dobi i besimtarit, dhe humbja e përkujtimit për njeriu në jetën e tij është rrezik i madh, aq sa mund të jetë i barabartë me shkatërimin fatal të tij. Dhe humbasin njerëzit nga udhëzimi, aq sa u mungon përkujtimi në jetën e tyre. Zbehet dëshira për të përkujtuar tek njerëzit, aq sa atyre u shtohet dashuria për këtë jetë dhe kënaqësitë e saj. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, të cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, i cili tregon se ishin së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثيرسي رسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة جامعة. Thirrje e cila thuhet për të mbledhur, se ka diçka me rëndësi për të thënë. Mbledhje të veçanta, të cilave u paraprinte kjo thirrje për tërheqjen e vëmendjes dhe një përkushtim ndaj gjës, për të arritur qëllimin e përkujtimit dhe dhënien rëndësi të çështjes. As-salatu jami'a. Thirrje e cila përdoret për të grumbulluar, për të mbledhur. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, në këtë fjalim, i drejtohet sahabeve radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, me disa fjalë e kuptime të cilat në forma të ndryshme nuk duhet të mungoj përkujtimi me to, për to dhe rreth tyre në jetën e njeriut. Në të kundërtën, rrezikon në humbje, e cila mund të jetë humbje totale, fatale. Jemi gjithmonë në vazhdën e përkujtimit për të përkujtesur njeriu për kapitalin e tij. Ra'su malil mar'i dinuhu. Siç e kanë thënë shumë ato diturit e të ndriturit, se kapitali i njeriu është feja. Dhe nga lutjet që pejgamberi alayhi salatu wassalam bënte, wala taj'al musibetena fi dinina. Mos e bëj fatkeqësin në fe. Se çështjet e dunjas kalojnë. Çështjet e dunjas kalojnë. Yawmul qiyame, ditën e kiametit, do të sillet njeriu që mendohet se ka jetuar më mirë, më luks, më i kënaqur, bi an'ami ahli dunya, por i cili është nga banorët e zjarrit, dhe yughmashu fihi ghamsatun wahida, zhytet një herë të vetme në zjarrin e xhehenemit. Thumma yus'alu hal marra bika na'imun qat, ke parë një herë diçka të mirë, i cili ka pasur të gjitha mundësitë dhe ka realizuar dëshirat, kënaqësitë e tij për shkak të pasurisë, pozitës dhe rrugës së tij të shfrenuar, kur
Kur të zhytet në zjarrin e xhehenemit një zhytje të vetme, do të harrojë dynjan dhe ç'kishte në të. E gjithashtu do të sillet njeriu më i vuajturi në dynja, por i cili është nga banorët e xhennetit, kur të hyjë në xhennet, do t'i harrojë të gjitha hallet që ka kaluar në këtë jetë, për cilat është shprekupuar dhe ka menduar se është fundi i tij në to, dhe është ngushtuar toka me gjersinë e saj. Kur hyn në xhenetin Allahu subhanahu wa ta'ala dhe pyetet ke kaluar ndonjë ditë të keqe, qala ma marra bi bu'sun qat, asnjëherë nuk kam parë asgjë të keqe. Prandaj ad-dunya mal'unatun, dunjaja është e mallkuar, wa mal'unun ma fiha, dhe e mallkuar është çdo gjë që është në të, illa dhikrullahi wa ma wala. Përveç dhikrit të Allahut, përmendjes së Allahut subhanahu wa taala, e çka është më të. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thret sahabët për t'i përkujtuar, për t'i gjallëruar, li yuhyikum, siç Allahu azza wa jalla tregon në Kur'anin e Kerim, për t'i gjallëruar. Njeriu që është larg përkujtimit, është larg gjallërimit. Li yuhyikum, që t'ju gjallëroj me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe i tregon, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. Çdo pejgamberi i cili ka qenë përpara meje, e ka pas detyrë që ummetit të tij, popullit të tij, pasuesve të tij, t'i tregoj çdo gjë e cila është mirësi për ta. Wa yundhirahum ma ya'lamuhu sharran lahum. Dhe t'i tregoj atyre, e t'i paremoj ata për çdo të keqe që i kanos ata, çdo të keqe që i dëmton ata, çdo gjë që e din që është e dëmshme për ta. Do të thotë që nga tema e mezhlisit kuptohet se do flasim cilat janë të mirat që duhet t'i bëni dhe cilat janë të këqijat që duhet kujdeseni. Dhe kuptohet që duhet të jeni vigjilent gjatë gjithë jetës tuaj. Dhe se ka rëndësi të hysh në Islam siç Allahu azza wa jalla ka urdhëruar, wastaqim kama umirta, drejtohu ashtu siç je urdhëruar. Dhe të jetosh i tillë gjatë gjithë jetës, dhe mbi këto të gjitha ta mbyllësh jetën ashtu siç Allahu azza wa jalla ka obliguar, edhe se punët varen nga përfundimi i tyre. Innamal a'malu bil khawatimi. Nëse falesh 60 vite, 5 vaktet në xhami, në safin e parë, dhe më pas themen nakatha, ai i cili e prish beslidhjen e tij me Allahu subhanahu wa ta'ala, nakatha ala nafsi, e ka prish për vetën e tij dhe e ka përfunduar jetën me hidhrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe se në këtë gjë nuk ka padrejtësi, për Allahu azza wa jalla ka dhënë atij njeriu atë që ai ka merituar. Kjo gjë e bën njeriu besimtar të jetë i friksuar, siç na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam në vazhdimin e këtij hadithit. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat
afiyatuha fi awwaliha. Ky ummeti juaj, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është bërë shpëtimi i saj nga devijimi, nga lajthitja, nga risit, nga humbja, është bërë shpëtimi i saj fi awwaliha, në fillimin e saj. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kohën e Ebu Bekrit, kohën e Umerit, në kohën e Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhu wa anhum jami'an. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Ummeti juaj ky, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i është bërë shpëtimi i saj, ruajtja nga devijimi në fillimin e saj është salimatan afiyatan, e ruajtur nga devijimet, gjë e cila përputhet me hadithin dhe porosin dhe urdhresën tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam, në të cilën na urdhëron të ndjekim rrugën e sahabeve, rrugën e të parëve tanë, të ditur, të ndritur, të devotshëm, rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të shokëve të tij radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa inna akhiraha sayusibuhum bala'un wa umurun tunkirunaha. Wa inna akhiraha, fundi këtij ummetit, ose nga pjesa që do të vi më pas, sayusibuhum bala, do të ndodhin atyre sprova të ndryshme, bela. Dhe quhet e tillë nëse godet besimin, cënon besimin, rrezikon lëkundjen, luhatjen e besimit, devotshmërisë, përkushtimit në adhurim. Wa umurun yunkirunaha, dhe çështje të cilat nuk do t'i pëlqejnë, do të ndodhin në fundin e këtij ummetit, ose do të ndodhin në pjesën pas fillimit të këtij ummetit, siç ndodhi në një pjesë të jetës e sahabeve radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ku dolën Khawarijët dhe grupet të tjera të devijuar. Taji'u fitnatun, tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith, dhe thotë do të vijë një fitnë. Taji'u fitnatun fa yudabbiqu ba'daha ba'dan. Do të vinë fitna, sprova, të cilat do të hollojnë njëra tjetrën. Fa yudabbiqu ba'daha ba'dan. Do të vinë fitna, sprova, në të ardhmen, të cilat do të hollojnë njëra tjetrën. Çfarë kuptimi ka do të hollojnë njëra tjetrën? Njeriu e prek këtë kuptim në shumë fusha në jetën e tij. Të ndodh një problem, një situatë e cila të shqetëson në jetë, pas disa minutash ndodh diçka tjetër, e harron atë që ishte në të. E s'të duket asgjë ajo pjesë. Më pas ndodh një e tretë, e dyta s'të duket asgjë, të parë as që e kujton më. Ky është kuptimi holloj njëra tjetrën, që tregon se do të ndodhin fitne dhe do të vinë në vazhdim të jenë më të mëdha se ato që kaluan, kuptimi i cili dëshmon për të njëjtin kuptim që ka ardhur një hadith tjetër, për një kuptim që ka ardhur një hadith tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam, që çdo ditë e cila do të vi do të jetë më e keqe, më e rëndë, pra më tepër sprova se ajo që ishte përpara saj. Fataji'u al-fitnatu fa yaqulu al-mu'minu hadhihi muhlikati. Vjen një fitnë dhe besimtari fa yaqulu kush? Fa yaqulu dhe thot, kush është ai që thot? Fa yaqulu al-mu'min, thot besimtari.
Thot besimtari, i cili është i gjallë me besimin e tij dhe prekupohet për të çështje. Fa yaqulu al-mu'minu hadhihi muhlikati. Shef vjen një fitnë dhe thot besimtari, kjo mua do të më shkatërroj. Kjo mua friksohet, mos të humbasin e të. Ka frikë Allahun Azza wa Jall. Ndërsa munafiki, ai që është munafik, nuk është mu'min, ai që është i lëshuar pa asnjë element sigurie, ati as që intereson çfarë flet, çfarë vepron, ku shkon, ku vjen, çfarë han, çfarë pin, nuk interesohet as prekupohet për gjurmën e jetës së tij në besimin e tij. Dhe se çfarë dikton kjo pjesë në të ardhmen dhe në fundin e jetës së tij, dhe si mund ta përfundojë jetën ai? Nga kjo lajthitje dhe mungesë vëmendje për kushtimi, për shëndetin dhe ekonominë e besimit të tij. Fe yaqulu al-mu'minu, besimtari thot, hadhi muhlikati. Kjo do të më shkatërroj nga frika. Nuk e përmend munafiqin në këtë hadith sepse është tema e tij. Po kuptohet që vetëm besimtari është ai i cili prekupohet. Thumma tankashif. Më pas largohet kjo fitnë. Thumma taji'u. Pastaj vjen një fitnë tjetër dhe yaqulu hadhihi muhlikati. Kjo do të më shkatërroj. Që tregon se besimtari është gjithmonë i vëmendshëm. Është i zgjuar. Dhe është gjithmonë në gatishmëri për të ruajtur kapitalin e tij. Gjën më të shtrejtë. Nëse ka humbur tregtinë e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala. Thumma tankashifu. Më pas largohet. Faman ahabba an yuzahzah 'anil nari wa yudkhala al-janna fatudrikhu منيته أو موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. Ai që don, kjo është përgjigja e shqetësimit të paveksuar, të kuptuar nga konteksti i takimit, i thirrjes. Çfarë duhet bëjmë, si të shpëtojmë? Pyetje e diktuar nga rrethana, nga tema, nga rëndësia e kësaj problematike. Faman ahabba, kush don nga ju të shpëtojë nga zjarri dhe të hyjë në xhennet, dhe të vijë vdekja këtij njeriu, duke qenë besimtar në Allahun dhe në ditën e gjykimit, pa që do të dali dhe do të japi llogari, do të ringjallet pas vdekjes. Kjo është lidhja e këtij njeriu me Allahu subhanahu wa ta'ala. Pjesa e dytë, waliyati ila nasi, të sillet dhe të veprojë me njerëzit atë që dëshiron të veprohet me të. Është i njëjtë me hadithin që i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e tuhibbul jannata, e don xhennetin? Qala na'am. I tha po. Idhan fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika. Atëherë duaje për vëllain tënd atë që ti don për vetveten tënde. الحمد لله رب العالمين
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Në vazhdimin e këtij hadithit, pejgamberi alayhi salatu wassalam i tregon një tjetër këshill dhe porosi sahabeve radhiyallahu ta'ala anhum, në të cilën tregon rëndësinë e unitetit dhe të forcës së shoqërisë islame në përballimin e fitneve, dhe se fitnet bën të rrezikshme, të vështira, fatale, nëse përçarja dhe mungesa e unitetit ekziston në shoqërinë islame. Tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith: "Faman a'ta safqata yadihi li imamin", ai që jep dorën e tij një imamit, pra jep bej'an, dhe jep frytin e zemrës së tij, pra ja ka thënë këtë me sinqeritet, le t'i bindet atij mastata, falyuti'hu mastata, t'i bindet atij sa ka mundësi. E nëse vjen një tjetër, yunazi'uhu al-amr, një tjetër don t'ia marrë këtij çështjen, drejtimin, fadribu unuqa al-akhar, atëre mbrojeni unitetin tuaj duke e ndëshkuar atë tjetrin. Nëse do të shohim në dispozitat e islamit në tërësi, struktur ose ndërtimi, shtyllat, do t'i shohim të këtyre dispozitave, dhe ndarja e tyre është raporti njeriut me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe raporti njeriut me individin, dhe raporti i shoqërisë mes veti, rrugëtja e unitetit, raporti me Allahun dhe raporti njeriut me njeriun, në veçanti është forca e një shoqërie, është garancia për fitimin e kënaqësisë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në të kundër, wala tanaza'u fatafshalu, mos u përçani se do të dështoni, dhe Allahu azza wa jalla, wa tadhhab rihukum, dhe ju ikën forca. Këto pjesë, këto shtylla, dispozitash, këto ndarje, asnjëherë nuk duhet mungojnë në konsciencën e besimtarit. Të jetë mirë me Allahun azza wa jalla, të jetë mirë me njerëzit. Me mira hadithe flasin për rregullimin e raportit mes njeriut dhe njeriut, dhe të ketë pozicion social shoqëror i cili, nëse nuk i shërben unitetit bashkësisë islame dhe themelimin dhe vazhdimin e forcës së saj, atëherë minimumi i padiskutueshëm është të jetë ndalues i së keqes së tij ndaj shoqërisë. Kështu riparohet gjendja e individit dhe shoqërisë. Kështu arrihet kënaqësia e Rabbul Alamin, krijuesit të gjithësisë, Allahu subhanahu wa ta'ala. Sim Allahu azza wa jall, në bëjnë ata të cilët kur dëgjojnë fjalën ndjekin më të mirë, u aqimis salat.